Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Të nderuar vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me ligjëratën e dytë të këtij seminari që ka të bëjë me imanin. Në ligjëratën e parë kemi folur për dy çështje madhore, shumë të rëndësishme dhe të domosdoshme në raport me imanin tonë, në raport me besimin tonë. Ndërtimi i imanit, dhe aty kemi thënë se si ndërtohet imani dhe ku ndërtohet imani. Dhe pastaj kemi thënë se nëse kemi ndërtim të fuqishëm, të duhur, stabil, atëherë ky ndërtim patjetër do ta bën imanin funksional. Imani ka funksionet e veta në jetën e përditshme. Dhe këto funksione kemi ndarë në dy nivele. Niveli i parë bazik i domosdoshëm që nënkuptonte lidhjen me Allahun xhallahu xhelalu, pastaj madhërimin e Allahut xhallahu ala dhe ndërtimin e parazir. Kur këto tri aspekte të funksionimit të imanit janë funksionale, janë aktive, patjetër se këto pastaj do të hapin rrugë edhe për funksionimin e elementeve tjera të imanit, sikurse ishte qetësia shpirtërore, lidhja mes besimtarëve e të tjera që i kemi përmendur në ligjëratën e parë. Tash të nderuar, mbasi që imani është ndërtuar, tash në kuptimin e parë atje që kemi folur, imani është funksional, me gjitha kuptimet e funksionimit që kemi cek, tashmë fillon imani me ndiku tek besimtari. Mbasi tashmë e ka pozitën e dur, e ka hapësirën mjaftueshme, i ka elemente kërkuara që tashmë të ushtron ndikim të besimtar dhe besimtarja. Dhe këtë ndikim që duhet me ushtru si funksionim i shëndetshëm imanit tek ne, edhe këtë e kam ndonë në dy pjesë. E para është ndikimi i imanit në mënyrën e të menduarit dhe në mënyrën dhe aspektin e të vepruarit, që është ligjërata e fundit për sonte inshallah. Andaj në këtë pjesë do të flasim për ndikimin e imanit në mendimin e muslimanit. Qysh ndikon imani që të formësohet, të orientohet, të organizohet mënyra të menduarit e muslimanit. Të nderuar, mendimi është realisht ai që njeriu e bën të dallon nga krijesat e tjera. Ato që i rrethojnë, bota shtazore, bota bimore, e kështu me radhë. Njeriu ka mendje, ka arsye, dhe e përdor këtë mendje. Prandaj, mendja ka procesin e të menduarit. Menduarit është një nga proceset themelore, elementare të vetdijes njerëzore. Njerëzit kanë vetdije, andaj mendojnë. Në bazë të mendimit, ata i kuptojnë argumentet, i kuptojnë fjalët. Në bazë të mendimit të tyre, ata realisht edhe arsyetojnë diçka, nuk arsyejnë diçka, gjykojnë, reagojnë, kuptojnë e kështu me radhë. Prandaj, të menduarit është një proces i komplikuar, por shumë i rëndësishëm dhe vendimtar për besimtarin në jetën e tij. Madje edhe imani pa mendim nuk ka kuptim. Për shkak kësaj që nuk ka aftësi mendore për t'i kuptuar kërkesën e imanit, është i liruar edhe nga imani. Allah na ruaj nga kjo sprovë. Për këtë arsye, mendja ka kaq rëndësi të madhe në jetën e besimtarit, kaq vendimtare në gjitha portë jetës, duhet që të shikojmë se ky mendim i joni, kjo mendje jona, me çka po ushqet edhe kush po e udhëheq procesin e mendimit në jetën tonë të përditshme. Nëse mendimi të menduarit është proces e ceka, proces që realisht nuk kupton shumë aspekte. Në përmes të menduarit, realisht përmes procesit të menduarit ne kuptojmë gjërat, kuptojmë argumentet, kuptojmë fjalët. Përmes procesit të menduarit ne gjykojmë e mirë, e keqe, e dëmshme, e dobishme, gjykojmë përmes menduarit. E kështu me radhë. Prandaj kush e ndikon mendjen tonë? Dikush e ndikon. Patjetër, njeriu nuk është imun deri në këtë shkallë saqë të mbyllt hermetikisht nga gjitha rrethonat e jashtme dhe të mos ndikohet. E pamundshme është. Edhe kur është i vetmuar, madje nëse në mal e mbiesh vetë të prap mund ndikohet mendimi i tij. Nga kush? Nga shejtani mallkuar. Çytjet. Prandaj duke pas parasysh rëndësinë e të menduarit, shejtani këtë aspekt e ka kuriozurin në raport me njerin. Shejtani nuk e ka për shembull ndikimin tek njeri me ia lidh dorën. Jo kështu aftën. Me mbyll gojën, jo kështu. Jo, ata janë interesant menduarit. Nëse tenton me ushqym mendimin me çytje vezvese, pastaj tjerat i kanë poshtë. Kështu që
fushbeteja të menduarit është një fushbetejë e rëndësishme, ku aty përplasen besimi dhe çytet e shejtanit. Andaj shumë e rëndësishme me kuptu se kush pe udhëheq, kush pe organizon të menduarin tonë. Me një fjalë, a mendojmë na si musliman? A duhet na me menu si musliman? A është menduari tonë të ndarë nga besimi? Apo s'janë të ndara? Nuk janë të ndara. Nëse gjua nuk është ndarë nga besimi, të ndëruar. Nëse gjymtyr nuk janë ndarë nga besimi, sikur të cekëm. E çish komo se kon mendja ndam. Një çniri mendon. Për këtë arsye, domethënë roli i imanit në orientimin dhe funksionimin e të mendjes është i rëndësishëm. Dhe kjo manifestohet përmes pikave që do të flas për të sonte. Kjo hyrje është për me tregu rrugtimin dhe hartin orientuese në ligjëratën e dytë. Po flasim për ndikimin e besimit në procesin e mendimit, në të menduarit e besimtarit në përgjithësi, që realisht të fillojmë tash të ndërtohemi me iman. Të ndërtohemi me iman, duhet më ndërtuna me iman. Dhe ndërtimi me iman bëhet duke e ndërtu mendjen, që të funksionon dhe të punon si duhet në përputhje me standardet dhe kërkesat e imanit. Kjo shumë rëndësi të ndëruar. Shumë rëndësi është me kuptu se na duhet me menu si musliman. Ka njëra për shembull, shet dikën që e shpreh mendimin e tij thosh, a ka mundësi që çdo muslimani me menu me Allah? A ka mundësi që çdo muslimani më shpreh, a ka mundësi? Habitesh. Dhe kjo tregon se ai imani nuk është funksional në ndërtimin dhe organizimin e të menduarit të tij. Si e organizon imani dhe si e funksionalizon imani dhe si e orienton imani mendimin e besimtarit. E para të ndëruar është se imani e mëson mendjen që gjithmonë të niset dhe të kthehet tek referenca e besueshme. Shumë rëndësi me çka po ushqet mendja. Nëse referenca për shembull e mendjes tonë është interneti, ku aty ka gjithçka, çka shënjere. Njëri që e organizon të menduarit e tij në bazë të dhënave të rrjeteve sociale është kaotik, është tmerr. Është një laramani tet e shëmtuar, që prodhon pastaj mendime të shëmtuara, të pakuptimta, pa lidhje me vetë. Ndaj imani na mëson që mendja duhet të ketë një referencë. Nga se për shumë gjëra në këtë dunjë, mendja nuk mund të pavarësohet. Prandaj Allahu xhallahu ka zgjuar shpallje për ta orientuar këtë mendje, për ta ushqyer këtë mendje me mësime, me udhëzime, me njohuri të duhura, që njeriu pastaj duke i përpunuar ato të arrin të gjykon drejt, të kupton drejt, të analizon drejt. Nëse referenca është e dyshimt, e njollosur, e mangët, kështu do të jetë edhe mendimi. E kur është kështu mendimi, kështu do të jetë edhe gjykimi, edhe veprimi. Nëse ky është qarku funksional i njeriu, që ne po tentojmë me organizu që është duhet dhe me e sistemu që është duhet në përputhje me mësimet e imanit, mësimet e besimit. Referenca, shpallja Allahu xhallahu. Kjo është baza. Pastaj ka dhe burime të tjera të njohurisë që mendja me to shërbet, sikurse për shembull eksperimentet shkencore, sikurse për shembull natyra, sikurse për shembull përvojat e kështu me radhë. E po gjitha këto realisht janë nën udhëheqjen e shpalljes. Shpallja Allahu azza wa jall është referenca e sigurt, e pa alternativë dhe pa të kalueshme për mendjen. E aty ku shpallja lën hapësirë për burime tjera të njohurive, atje shkon mendja pastaj ushqihet me to me leje të shpalljes, jo pa leje të shpalljes. Kjo është më rëndësi të ndruar, vëllazër, dhe motra, më rëndësi është shumë. Për shembull, nëse na përdorim një burim të njohurive, dhe shpallja thotë nuk është ai burimi i njohurive. Atë për çfarë besimi po flasim ne? Prandaj imani na mëson që shpallja të jetë realisht një lloj, po them kushtimisht nëse zgaboj, një lloj mentori, një lloj organizatori, një lloj udhëheci, suportuesi i mendjes njeriu. Pastaj i lëshohet rruga edhe burimeve të tjera sikurse i përmenda më herët. Sot kemi të ndëruar mbi ngarkesën e informacionit. Kemi pasuri të hatashme të madhe në vërtetësinë e informatës, në saksinë e informatës, në interpretimin e duhur të informatës. Andaj mungesa e referencës e dërmon mendjen, e shkatëron mendjen. Duhet që gjitha këtu realisht të organizohen, të
verifikohen sikur është pika e dytë. Andaj imani i thot mendjes referenca e jote ku ti ushqehesh, sofra e jote ku ti ushqehesh, ku ti merr njëri është shpallja. Pastaj burimet e tjera me lejen e shpalljes. Dhe kur shkrimin shpallje, pastaj shpallja mëson që edhe duhet të kalojmë etash në nivel tjetër të bashkëpunimit mes imanit edhe mendjes. Cili është ai nivel? Niveli i verifikimit. Mendja e besimtarit nuk funksionon mbi bazën e thashë thembeve. Veçani situata të ndihshme, sikurse për shembull qëndrimet fetare, dispozitat fetare, sikurse për shembull gjykimin e njerëzve. Jo, besimtari nuk përpunon me mendjen e tij informat një anshme për të ndërtuar gjykim për dikën nga se bën zullum. Ja ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. O që keni besuar, shiko, Allahu na thret në emën besimit që imani të jetë funksional dhe ky iman pastaj funksional ta bën edhe mendje funksionale, duhet që ta kemi parasysh verifikimin. Kur të vijë dikush i pasigurt me informatë me lajme, verifikoni. Nga se mund të dëmtoni pastaj palë e njerëz e të pendoni pastaj për veprimet e juaja. Verifikoje. Lexoni internet, nuk din burimin. Dëgjon YouTube dikon, nuk din kushaj. Edhe pastaj mbi atë deklarim të dikujt apo ligjërim të dikujt që nuk e njeh fare, ndërton bindje të fetare. Dhe kështu të kanë deviju fatkeqësisht shumë nga djemë të ri drejt radikalizmit, ekstremizmit, forma tjera të deformimit të besimit, për shkak se janë shërby me realisht informata të paverifikuara nga hoxhallarët e besueshëm të vendit tyre. Çdo vend ka hoxhallarët e vet. Andaj ne kemi hoxhallarët tonë, alhamdulillah. Verifiko, a është ky hadith sahih? A është ky koment i Kuranit i vërtet? A është ky interpretimi i duhur? A ka dhënë detarë sot? Verifikoja. Edhe në kuptimin e fesë, edhe në kuptimin e gjykimit për njerëzit. Dëgjon nga dy palët. Verifikoj në informata që thuhen. Por është absurde, sinqerisht të ndruar dhe motra. Është absurde që një besimtar që i njohim të devotshëm, të zellshëm, të mirë, të kujdesshëm, e dim në kështu të njohim. Dëgjojmë diçka, apo shohim nga lart diçka, dhe pa verifikim, pa asnjë hezitim, gjykojmë se pas ka deviju. A funksionon kështu mendja e muslimanit? Jo. Imani e mëson mendjen me ndërtu gjykimin mbi bazën e argumenteve dhe verifikimit të argumenteve se a kanë të bojnë qëto me qëtë njëri. Dhe pa verifikim, po mu më thanë që shtot, po unë e niva, kështu muslimani nuk funksionon mendja ti. Mendja e besimtar nuk funksionon kështu. Prandaj, imani na mëson që para gjykimit, para veprimit të verifikojmë informatat dhe të dhënat që mbi bazën e pastaj rezultatet e verifikimit të ndërmarrim pastaj edhe hapin vijës të gjykimit apo të bindjes në zemrën tonë. Çështja e tretë, referenca e para, e dyta verifikimi, e treta, ç'është e orienton dhe organizon imani domethënë mendjen, se në gjithashtu përmana Kur'an, Allahu tha, o që keni besuar, andaj besimi orienton mendjen drejt verifikimit, drejt referencës. Gjithashtu e treta, imani e mëson mendjen, domethënë që të ndërton bindjet, të ndërton konceptet mbi bazën e besimit, jo mbi bazën e tekeve fsharake. Çfarë nuk kupton kjo? Të ndëruar, nëse një nuk e din qëllimin ku është nis, e tash natë me menu ka duhet mira. A e din? Nuk e din. Mendja nuk e ka tash një destinacion të caktuar që tash përpunon informatat që i ka me gjetë rrugën me qytet qëllimi. Nuk ka mundësi me gjetë rrugë, nëse s'ka qëllim. E atëherë mbi çfarë bazë orientohet? Mbi bazën e epshit. Po shkoj të rrugës e ma letë qenka. Po shkoj këto se ka ma shkurt. Po ti po shkon pa qenë qëllim, qenë se qëllimi është
me pasën e lehtë. A kuptu dallimin? Një njëri për shkakun sikurse ka qenë edhe humori, apo i ka humb ora apo unaza me një vend e kërkon me një vend tjetër. E pse atje pe kërkon? Pse atje ka dritë më lehtë është. Po nuk e gjen. E shpesh njerëzit fatkeqësisht në mungesë të arsyeshmërisë së veprimeve mbi bazën e besimit bëjnë veprime të paarsyeshme, të pakuptimta. Kërkon të drita diçka që ka humbur në errësirë. Shkon rrugës më të shkurtë, e cila totalisht e shmon nga qëllimi, nga sa a jetet është më e vështirë. E paarsyeshme, e pakuptimtë. Nëse kjo qëllimi, në kjo rruga, nuk është më tash ç'është më lehtë, po s'është e duhura. E nëse kemi dy të duhura, atëherë shikojmë ç'është më e lehta. Por jo ta shikojmë ç'është më e lehta pse s'është e duhura. Kështu muslimani s'menon. Ja, muslimani kështu s'menon. Mandaj imani na mëson që të kemi arsyeshmëri të mendimit që prodhon pastaj arsyeshmëri të fjalës dhe veprimit. Arsyeshëm. Për shembull, pse na agjerojmë? Pa disa argumente të agjerimi, që mendja realisht kënaqet me ato dhëna, duke ushqyer nga si janë të përshtatshme, të këndshme, të shishme, që arsyetojnë braktisjen e ushqimit dhe pijes. Në esencë, braktisja e ushqimit dhe pijes nuk është arsyeshme, është e paarsyeshme, nga sa arsyeja kërkon ushqimin, që njeriu të jeton në bazë të ushqimit që e merr. Mirë, ka situata kur arsyeja ja thot se duhet me braktis ushqimin dhe pijen. Kush jam mëson këtë arsyeshmëri? Imani mëson mendjen që të ndërton veprimet dhe udhëzimet për qenin e njeriut me bazën e arsyeshmërisë. Kush e ka dhënë këtë arsyeshmëri? Besimi. Se nëse mbështetemi në arsyeshmërinë kushtimisht epsharake, ajo nuk është arsyeshmëri. Ajo vetëm emër ka arsyeshmëri. Nga se çdo veprim që udhëhiqet nga epshi, nuk mund të jetë arsyeshëm. Epshi të ndëruar është begatia e Allahut xhallahu ala, që na ndihmon të tërhiqemi ka ajo që na bën dobi. Por nuk ka karakter lideri. Allahu epshin se ka bërë udhëheqës. Allahu epshin e ka bërë të udhëhequr nga arsyeja e njeriut, e cila ushqehet nga besimi i tij. Prandaj nëse njeriu e ka të shkputur arsyeën nga besimi, kush e ushqen këtë arsye bë? Pastaj e ushqen epshi i tij. Edhe kështu pastaj edhe hajni e arson hajnin, po edhe politikani e arson korrupsionin, po normal, nga se ai që tashmë po e udhëheq mendjen, nuk është arsyeja e besimit, nuk është arsyeja e vlerave, por është arsyeja e epshit. Prandaj nga ndikimi i besimit mendim është se i arsyeton veprimet mbi bazën e vlerave, jo mbi bazën e joshjeve, mbi bazën e besimit, jo mbi bazën e tekeve dhe kënaqësive. Diametralisht janë të kundërta, dallon kjo. Ka njerëz që bëjnë veprime veç po kënaqem. Po mirë ti që po kënaqesh kjo. A është nacionale kjo? A duhet më kënaqet tash ti? Sa më rëndësi na po kënaqem. E po që kjo pa arsyeshmëri e kënaqësisë, kjo pa arsyeshmëri e humbjes së kohës enorme në rrjetet sociale, në lojra, është realisht ndikim i epshit drejt tek njeriu. O më një që është ndikuar nga besimi i tij, në menduarit e tij nuk i thot më shku me lut 3 orë lojnë atje. Nuk i thot atje me shku me bredh udhëve me orë të tëra e obligimet e shkollës i kalon anash. Nuk është e logjikshme ti student, ti nxënës, ti e ke vënë në shkollë, ti e ke vënë në bank, ti e ke vënë në bibliotek, ti e ke vënë mbi libra. Që është besimi e udhëheq mendjen. Që të mendon librin që ka më lexu. Që të mendon orën që ka më nda për të lexu, që të mendon shokun që apo shoqën që me te bashkë do të përsërit mësimet, që tu e udhëheq mendjen besimi. Ndërsa epshi nuk e udhëheq, me kanë kimë mësu, me kanë kimë dal. Po, nuk e mëson me kanë kimë mësu, me kanë kimë dal. Nuk e mëson çel libër kimë mësu, po se në lojë kimë lujt. Ndallimi i madh mes ndikimit të epshit dhe ndikimit të besimit në këtë fush betejë ku triumfi i besimit është i domosdoshëm, që të garantojmë pastaj funksionim normal e dorë të mendjes tonë. Ndryshe, mendja do të jetë çoroditur, Allah na ruaj. Mirë. Çështja tjetër që ka të bëjë me ndikimin e imanit të ndëruar
në të mënyrë menduar është se imani të ndëruar garanton pavarësi. Dikush më thotë, ja, bash imani garanton varësi. Po, edhe varësi edhe pavarësi. Mirë po, nuk është gjithmonë e kërkuar pavarësia. Nuk është gjithmonë. Se pavarësia ka herë është dëmshme. Për shembull të ndëruar dhe motë. Nëse prindi ka me shku në punë, ka me shku dikun, fëmija i ka 2 muj, e le fëmijët e vetë, i pavarën dhëtë me konë kë vetë është dhëtë më zhvillu, vetë me konë në përshkej punë të mija, i pavarën. Kjo pavarësia e dëmëton fëmijën apo e rritë mirë që është duhet? Kjo e dëmëton, nga që një fëmijë të mbeti mbyllur në shtëpi me ortëra, rrët a i vdes, nga qaj, nga vaj, nga uria. Po unë këmë do të me bëtë pavarën, nuk është koha për pavarësi, ta është koha që tjetë i varën, po më rëndësi nga kush i varën. Edhe Islami mëson mendjen që tjetë e varën dhe e pavarën. Qysh e varën e pavarën? Që tjetë e varën nga referenca, që përmendje, po e pavarën nga zakonet e adetet edhe, do me thonë, besutnit e caktuar. Po, Islami thret në lirit mendjes nga pushteti i zakonit edhe i traditave. Nga se për shkak të pamundësisë me e çliru mendjen nga dominimi i zakonit që s'është i duhur, nga dominimi të kaluarës, shumë popull ka refuzuar thjesht të pejgamberin. Pejgamberi ka thënë mu liron nga kjo. Liron nga ky dominim. Ja argumentet ku janë. Ja argumentet se Allah është i vetmi që merr të adhurohet. Ja argumente. Ata realisht në vend se me e përdor mendjen, shiko sa më rëndësishme. Në vend se me e përdor mendjen në përpunimin e argumenteve të pejgamberëve, që pastaj të gjykojnë drejt për thirrjen e pejgamberëve, ata se kanë përdor mendjen fare. Ata e kanë robnu në kafazën e traditës mendjen duke thonë inna wajadna aba'ana ala umma. Ne kështu kemi gjetë baballarët tonë e kështu kanë me vazhdu. Feja nuk është me baballar. Feja nuk është me flamura. Feja është me bindje. Me argumente. Me argumente. Nëse edhe baballarët tonë e kanë ndërruar argumente, vazhdojmë traditën e baballarëve me shumë dëshirë. Pse jo, që ashtu duhet. Ama nëse tradita e parëve ka ndërhyrje të besytnive, të thashëthëmeve, të pavërtetave, të risive, mendja e besimit i thot, këto du të larguar. Mendja e thot që shtopë. Pse? Nga se besimi thot që shtopë. Besimi thot se duhet gjithmonë me nëtun bi argumente që dalin nga referenca që folin për te. Ndaj, që shtu funksion mendja besimtarit. A me thonë, pse ki këtë fe? Pse të parën tonë në kam pasë. Mendja nuk është të funksionale. Jo, këtu nuk është mendja funksionale. Nëse mendja funksionon me bazë argumenteve, jo me bazë të trashëgimisë. Nuk ka kështu. Andaj të ndërum, shikoj sa bukur Islami e menaxhon situatën e pavarësisë dhe varësisë e mendjes. E varëne, po mendja është e varur. Në njohjen e besimit nga referenca e besimit. Nuk mund në njërë pavarën, pa argumente, pa shpallje, pa Kur'an, pa pejgamber, vetëm me kuptu se kush është Zoti. Vetëm me kuptu çish është adhurimi ndaj Allahut. Unë diun të bëj përpjekje mendore, kam më bëu së shpejti një libër për adhurim e ju kallëzoj juve. S'mund të më bëj. Pasi mendja jote është e kufizuar, është domthon e varme nga informata dhe njohuri që vijnë nga shpallja nga Zoti te barekutaala. Ne jemi të varur nga dija, nga argumenti, ndërsa duhet të shpallim pavarësinë ka shi besutnive, ka shi thashëthëmeve, ka shi fjalëve të kota, boshe, të paqëndrueshme, ka shi fjalëve pa lidhje. Edhe Islami thret që mendja të çlirohet nga dominimi i besutnive. Sot fatkeqësisht ka njeriu shumë. Sot shumë njerëz kanë përparuar, ndoshta edhe kanë zbulime të mëdha për këtë kohë. Ja, po kur është në disa aspekte besimit, kanë besu ditë të mërshme, qysh ti beson kështu? Po beson. Beson disa besime të kota, që nuk e ushqen mendjen me bindje. Nuk e ushqen mendjen me bindje, nuk e qetësojnë mendjen. Përkundërse e trazojnë mendjen, e turbullojnë mendjen dhe shpirtin e njeriu. Ndaj imani e udhëheq të menduarit në të pavarësisë. Nga pasimi i verbët, nga pasimi i pakuptimit, nga pasimi i besutnive, thashëthëmeve,
dhe e çliron që të mendon tashmë në horizontin e gjerë të argumenteve dhe udhëzimeve që i ka sjell Allahu xhallahu në shpallje dhe i ka shpërndarë në natyrë dhe kosmos. Kjo është mëna e besimtarit. Allahu xhallahu na ka ftuar që të meditojmë. Edhe ka lavduar Allahu xhallahu ata që meditojnë në krijimin e qiellit të tokës. Meditojnë vetën e tyre. Na ka thirrë Allahu xhallahu me do. Nga sa Allahu xhallahu e din, është krijuesi, se sa mendja është funksionale, e orientuar përmes besimit, ka ajo që Allahu ka krijuar, gjithmonë do të jetë e pasuruar me udhëzim dhe gjithmonë do të jetë e pasuruar me qëndrime të duhura, nga se është e orientuar në fushat të duhura. Andaj, kur thot dikush, na duhet me e çliru mendjen nga kush? Varet nga kush? Na duhet me çliru nga epshi, që ka merret. Na duhet me e çliru mendjen nga epshi. Nga se sikur se ka thënë Ibn Qayyim rahimullah. Nëse mendja çlirohet nga epshi, pushteti kthehet zemrës. Çati ku duhet me kon? Ku e çka më sfarin fillim? Pushteti kthehet zemrës. Ama kur mendja çlirohet nga epshi, e pastaj udhhiqet nga zemra, jo nga epshi. E këtë liri ja garanton besimin Allah xhallahu ala. Besimi e bën rob të Allah xhallahu ala, po nga se robi Allahut është i lirë që të distancohet dhe të kput zinxhirit e robnisë dunjas, robnia e pasunisë. Ka njerëz që ka robnu pasunia, po i ka robnu pasunia. Ka njerëz që ka robnu pozita, pushteti, krejt çka bën është një karrik me marr. Pse aty tani ka kalkulime, po çfarë ka? Prap materialiste, prap të kësaj dunjaje. Dhe kjo është robni. Edhe pejgamberi më ka quajtur rob njërin që është i lidhur, fuqishëm me paran, jo me Allahun te bartala. Te isa abdu dinari wa abdu dirham. Ta pejgamberi ka dështu i zhgënjur dhe do të poshtnohet robi i dinarit dhe i dirhemit. Dinari para e arit në atë kohë, dirhemi para e argjendit. Robi i euros, robi i dollarëve, robi i parave tjera, robi i pozitave, robi i karikave, robi i pushtetit, ka dështu, ka humbaj. Ai ka mbet në prangat e pushtetit, ai ka mbet në prangat e materializmit. Dhe nuk mund të mendon tani për te kësaj. Ai ke çka mendon me barkun e vet, patjetërisht. Ai ke çka mendon për interesat e tij personal. Ai ke çka mendon për privilegjet e caktuara që janë të përkohshme, comme vdekje, comme ilona. Nëse mendja që ndërtohet dhe organizohet dhe menaxhohet nga besimi, del jashta prangave të materializmit. I shfrytëzon gjitha mundësitë materiale, i shfrytëzon, por nuk lën që të shfrytëzohet dhe të robnohet. Ka dallim mes dy palëve. Çështja tjetër të ndërruam që ka të bëjë me orientimin e mendjes përmes besimit. Ka e qenë mendja besimin? Radhës është përmendë këtë pikë. Mendja që organizohet nga besimi në Allah xhallahu, nga imani që po flasim për të. Kjo mendje që nga imani organizohet dhe udhëhiqet, kjo mendje të ndëruar angazhimin për të dhënë e ka shumë më të madh se angazhimin për të marrë. Domethënë, ai që është egoist, ai që mendja e tij organizohet, sistemohet e udhëhiqet nga epshi, ai zakonisht mendon çush më marr. Pak çush më jap. Edhe kur mendon çush më jap, e ka për më marr prap. Fatkeqësisht. Ndërsa ai që ka mendjen të pastruar dhe e ka të organizuar nga besimi, nga imani, ai mendja e tij është gjithmonë e angazhuar çysh më dhon. Madje edhe ato që e merr e ka për më dhon. Allahu xhallahu ala përmend pejgambert në Kur'an, cilët ju kanë thonë popullit tyne, i kanë ftu, i kanë thirrë në besim, mi pështu nga besytnit, mi pështu nga vrasqet, mi pështu nga degenerimet, mi pështu nga kjo, çka ju thënë? La nuridu minkum jazaan wala shukura. Ne nuk po e bëjmë këtë se presim për juve certifikata, lavdata, mirënjohje, pushtet, para, nuk ka dojmë këtë. Innama nut'imukum liwajhillah.
këtë e bëjmë bëj për hatër të Allahut mënduar. Jep. Dhe pse dëshmori ka pozitë çfarë ka? Nëse ka arrit më ngrit deri në nivelin maksimal të dhënjes, ku edhe jetën e jap që na më jetu lirshëm për hatër të Zotit mënduar. Ai dëshmori real nuk shkon betej, nuk i ekspozohet vdekjes, nuk e rrezikon vetveten për një lapidar pas jetës së tij që do të bëhet. Çfarë kuptimi ka lapidari? Çfarë kuptimi ka skulptura pas vdekjes njerëz? S'ka kuptim. Po flas për të vdekurin, s'ka kuptim. S'ka kuptim. Andaj ai do të më dhon sakrificë, do të më dhon kuptim edhe sakrificës. Nëse mendja ka mësuar që gjithçka tjetër me kuptim dhe arsye, sigurisht të cekëm. Andaj ai flejohet në emrin e Zotit. Besimi mëson që edhe me vdek jetën me dhon që dikush më jetu. A është kjo arsyeshme? Po, kur bëhet në emër të besimit, për shkak se Allahu pastaj e gradon shahidin në grada të larta që veç pejgamberi janë më lart. Çka është ndonjë dhe motra, kjo është më rëndësishme shumë. Ka njerëz tan ku mënon çysh, për shembull dikush s'është ndati mirë njerëz. Tan ku mënon çysh njerëz pa ma din mu. Po mi ti apo jo ti njerëz? E ti ke obligime ndaj njerëzve? E ç'kjo dallimi? Relacionit menduarit mes besimtarit të ndikuar nga besimi dhe atij të pa ndikuar nga besimi është në këtë relacion. Në këtë relacion. Besimtari mendon gjithmonë që më bë mirë. Nuk pret nga njerëzish probleme as mirënjohje, nga se din se Allahu ka më shpërblim. Ai atje e ka lidh motivin, atje e ka lidh synimin dhe qëllimin. Prandaj mendja kur organizohet nga besimi, besimtari bëhet produktiv, jep shumë më tepër se që merr. Edhe mësimi më praktik dhe udhëzimi më i afërt, më prekës i këtër societësika është shembulli i pejgamberit Allahut mënduar. Merë shembull e Muhamedit alayhi salatu wasallam të nderuar. Çka fitoi pejgamberi alayhi sallam? Gjithë ajo sakrificë, gjithë ai mund, lodhje, angazhim, e mposhti idhutarin, alhamdulillah, e mposhti idhutarin, e mposhti të keqen, i mposhti besytnit, e ndërtoi shtetin e besimit, ndërtoi njeriu besimtar me vlera të duhura. Dhe kur ishte tash momenti që ta gëzonte zgjerimin, e ta gëzonte rahatin, vdiq. E mori Allah xhallahu ala. Nga se misioni përfundoi, tashmë frytet e misionit i merr dikon tjetër, nuk është dunjoja për to. Ne gëzohemi kur njerëz mirë njerëz, po, nuk mund të jemi indiferent. Ne gëzohemi kur dikush për shembull e vlerëson punën tonë, ne gëzohemi, është e vërtetë, dhe kjo është në rregull. Por nuk punojmë për këtë gëzim. Nuk mendojmë çysh kam na lëvdu njerëzit. Ç'ka më rëndësi? Kur planifikon me bëni të mirë, nuk mendon çysh kam të lëvdu. Çysh kimë pas tani ndjekës më tepër. Muslimani kështu s'mendon. Muslimani mendon çysh më dhon, çysh njerëz më udhëzu, çysh njerëz më pajtu. E kush e bën mendjen të ktill, din këtë nivel human të organizuar kaq bukur, e bën besimin. Ne kërkojmë që imani jon të jetë funksional dhe i ndërtuar si duhet për të ndikuar edhe mendimin ton, edhe mendjen ton, ku pastaj të menduarit ton është gjithmonë i orientuar ka bamirësia shumë më tepër se nga marrja për vetvete. Ta shikoni mendja jon kur mendon ti për jetën tonë, për shembull, edhe përmes mendjes gjykon të tjerët, ama tepër e dominon gjykimin vetë kritika dhe vetes apo ndaj tjerëve. Besimtari fillon nga vetvetja, të ndëruar. Prandaj edhe e gjashta që do të përmeni në kuadër të ndikimit të imanit në të menduart e besimtarit është edhe stimulimi i mendimit kritik. Besimtari nuk është sikur se ka më herët. Nuk është i tillë që çka i thuhet beson. Ose që të ketë qasje pajtuese me çfarë do gjendje, jo. Imani e provokon kritikën të besimtarit. Po ndaj kujt kritikën? Ndaj gjithë atyre që ka potencial dhe mundësi mendja ti me kritiku. Nuk mund me thonë që ndërgasoj të qëllimi i stimulimit të mendimit kritik, ta është të marrim edhe Kur'anin e të kemi qasje kritikën dhe Kur'anit. Kjo është e të mërshme.
Nuk ka mendje potencial për këtë çështje. Mendja nuk mundet me absolutisht se ka këtë aftësi. Se ka këtë aftësi. Sikur se me marrë për shembull njëri të rëndomt që e ka të kryer shkollën fillore. Edhe më jallon një dizertacion doktoratura në njëri prej me të vërtet shkencëtarët një orë botor. Mi thonë, lexo këtë libër dhe ku gjesh gabime kallzona. Është nënçmim, është përbuzje. Edhe për ta është nënçmim me i thonë këtë fjalë. Përçë ne nuk po flasim për kritikën ndaj Kuranit e Sunetit, nga se këto janë të pakritikuara. Për faktin se burimin e kanë të tillë, nga Allahu xhallahu ravina, nga Allahu te bareku te ala vina. Prandaj nuk është ky kufizim të menduar. Jo. Po ky kufizim është i ndërtuar mbi bazën e aftësive dhe potencialit të mendjes njerëzore. Dhe duke pasur për mendjen e njeriu, çfarë kapaciteti ka, kufizohet edhe mundësia kritike që të jetë e orientuar ka shpallja Allahu te bareku. E ka orienton besimtari fuqinë kritike, ka vetëdia më së pari. Ka vetëdia. Imani e stimulon vetë kritikën. Kur përfundoi betejë e Uhudit, ishte duke fituar pejgamberi alayhis salam. Ishte duke fituar. Fituara filloi më pa ashiqare. Filluan kurreshtë e Mekës me ik ka Mekja. Me nga fush betejë. Dhe shigjetarët që pejgamberi më i la në një kodrin, filluan që tashmë të shkelin urdhën e pejgamberit. Jo qëllimisht, po me bindjen se mori fund ai urdhën. Edhe pse pejgamberi më ka thonë mos gaboni me zbrit derisa unë t'ju thirrë. Para ata këtë pjesë unë t'ju thirrë nuk e shpërfillën sa duhet dhe zbretën me bindje se betejë mori fund. E pastaj këtu dihet veprimi i Khalid ibn Walidit ku triumfin e besimtarëve e ktheu në humbje. Dhe thash menon dikush, apo sheni, menon dikush. Pse humbëm? Nëse mendja të ndëruar nuk udhëhiq nga besimi, do të fajson kurreshtë e Mekës, do të fajson shejtanin, do të fajson ata, reliefin, gjeografin. Jo. Allahu xhallahu tregoi që ka ndodhur në Uhud dhe na mësoi që përmes besimit si duhet edhe këto situata me i analizuar dhe tha kul huwa min indi anfusikum. Thuaj, ju e keni bo. Ju e keni bo. Andaj duhet menduar në këtë drejtim që të kemi qasje kritike ka shi vetvetes pse e lshuat kodrinën. A ju kemi dhomos me lshu. A dhe të ndëruar shpesh në situata tona për shembull, gjendja jonë ekonomike, gjendja jonë politike, gjendja jonë fetare, gjendja jonë familjare, ka shumë tmeta, ka lshime, ka probleme. Kur analizojmë situatën, gjithmonë mendimi jonë kritik orientohet ka tjetri. Jo, ka ti, ka vetja. Që kjo është ajo qasja e dur kritike që imani e orienton mendimin drejt tij. Dhe kjo qasje kritike, vetvetja. Dhe Allahu xhallahu ala shpesh në Kur'an thot: "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Fatkeqësi që ju godosni, probleme që i keni, janë burimi duarve tuaja. Ju e keni në këtë situatë. Nëse do të përmirësim, duhesh me e mendu planin e përmirësimit, duke filluar nga vetvetja, me kritiku, jo me arsyetu. Dhe imani e udhëheq dhe e organizon të menduarit e besimtarit edhe drejt vetë kritikës, jo vetë arsyetimit. Pastaj edhe ka tjere po është kritik. Po, me njëre meriton kritik edhe prindin. Po kë nuk kupton që tjetë me arrogancë, tjetë me pa edukat. Jo, pa e kritikon, nuk ka rregull kjo. Ti ne këto me bëu kështu, tash po bëu kështu. A ka hapësirë? Po ka hapësirë edhe këto. Që tuhet si duhet. Dhe tuhet mënyrën si duhet, edhe në kohën kur duhet. Kritika ndaj mësuesit, pse jo? Kritika ndaj hoxhës. Po. Këtë guzim të hap imani. Mirë po, gjithmonë vetëm ta kesh parasysh teon e çdo kush tjetër me kompetenca, me dije dhe me fakte, jo eufori dhe paragjykime. Ne shtami në mëson që mendja jonë të jetë mendje kritike, jo mendje që pajtohet me çdo situatë, jo mendje që hesht ka shi çdo situatë, jo, është mendje aktive, është mendje kritike. Prandaj kur flasim për mendimin kritik, ne flasim për qasjen kritike ka shi vetës. Ne flasim për pranimin e të vërtetës nga kur që vjen.
për shkak të argument e jo personit. Prandaj të nderuam, Islami kur mëson besimtar me menu, edhe në aspekt të pranimit të vërtetës, e mëson me e pranuar të vërtetën për shkak se është e vërtetë, jo për shkak se e ka thonë filoni fistiku. Sa njerëz mendojnë se sa thot dikush i tyne ka mirë. Mendojnë se sa ka thonë dikush jo i tyne s'ka thonë mirë. Shikoj çfarë mendimi fanatik, ekstrem. Në Islami na mëson që imani, na mëson që të kemi çështje kritike. Nga vetëdia e oborriun pas të tjerëve. Dhe gjithashtu hap mundsinë gjithmonë që të tjetër me pas mirë. Hap mundsinë gjithmonë që të tjetër me pas mirë. Dhe gjithashtu, domethënë, edhe kur bëhen refuzimet ndaj Islamit apo dilemat që janë kundër Islamit, besimtari nuk i refuzon me emocione, nuk i kritikon me emocione. Në këtë anë armiq, këta gjithë Islamit e kanë luftu. Po, këto anë është le. Nëse dikush ka dilemë kundër Islamit, imani e orienton mendjen drejt hulumtimit të përgjigjeve të duhura ka shi dilemës, jo refuzimit euforik e emocionat të dilemës. Jo, shumë rëndësishme me kuptu. Shumica e reagimeve të muslimanëve në probleme ka shi Islamit, si dilemat, sulmet, shpifet që tjerë t'i bëjnë, zakonisht reagimet i ndërtuar mbi bazën e euforisë dhe paragjykimeve, por jo studimit, hulumtimit të argumenteve dhe ballafaqimit të argumenteve me palën tjetër që del ç'është e vërtetë. Dhe imani na mëson që të kemi çështje kritike, po e vërtet, edhe ndaj mendimit të tjetrit, çështje kritike po, por jo çështje kritike emocionale, euforike, por çështje kritike të arsyeshme, të ndërtuar mbi bazën e të menduarit të drejtë, që këtë menduar e ka organizuar dhe e ka sistemuar si duhet kush? Besimin në Allahun te bareke ve teala. Shumë e rëndësishme. Gjithashtu nga aspektet e ndikimit të imanit në të menduarit e muslimanit është se e bën mendimin imani, e bën të menduarit të balansuar. E bën të balansuar. Në çfarë kuptimi të balansuar? Fillimisht në rrafshin e individëve. Për shembull, nëse bëhet që tham më herët kritike, kur dikush bën gabim, mirë po, ka detimet mira, ai gabim ka mundsi ka ndodhur në afekt, ka ndodhur në moment, nuk ka ditë mund gjithë moment dhe ka ndodhur gabimi. Ose për shembull se ka lezu situatën si duhet, ose për shembull arsye të shumta. Mendimi besimtarit është mendim kritik, por jo kritik rënues, po kritik ndërtues. Na jam bëjmë të ndërtuarat mirat, jam bëjmë të ndërtuarat vlerat, nërsa ajo që i arnojmë është gabimi. Çështu thot imani. Imani thot çështu. Ndërsa keq kuptimi i imanit, çka thot? Për këtë gabim rrezë krejt. Dhe kanë rrymë fatkeqësisht ekzistojnë. Po marrësh fuqisë sa kanë, po ekzistojnë ato. Fatkeqësisht edhe mes të trinjve tonë, mes në xhamatet tonë, mes në vendit tonë. Pastaj, më thonë, për gabime të caktuara rënojnë krejt veprimtarinë e një hoxhe. Krejt veprimtarinë e një bamirësi. E rënojnë për shkak se spajtohet me ta në çështje të caktuara 1, 2, 3, 4. Rënim total. Mendja e ushqyer me besim nuk thot kështu. Kështu thot mendja e ushqyer me egoizëm, veç unë e kam mirë dhe ju keni keq. Prandaj po shihni të ndëruar sa ka punë për me ndërtu të menduarit përmes imanit. Apo shihni sa ka punë me mësu imanin, veç me e rregullu të menduarit e lëmë të tjerat. Veç apo shihni edhe sa e bukur është jeta, sa i bukur është raporti kur ndërtohet mbi bazën e të menduarit përmes imanit, jo përmes egoizmit, inatit, euforisë e emocioneve. Ndaj, sa dëmet janë shkaktu, sa problemet janë shkaktu, për shkak se dikush ka menuar me epshin e tij, ka menduar me inatën e tij, me hakmarrën e tij, jo me arsyen e ushqyer nga besimi. Dhe këtu është përfaqësi balansi të menduarit të besimtarit, balans mes gabimit edhe gabimeve të tjera, balans mes gabimit edhe punëve të mira të tjera. Dhe çdo mendimi i besimtarit është i balansuar përmes besimit edhe në aspektin e dunjos dhe ahiretit.
Besimtari menon për këtë dunjë, menon për shembull çish ka me investu vit në ardhshëm, për shembull çish ka me bëni punim akademik për me ngrit nivel caktuar, çish ka me menon, do të menu. Po jo i tërë mendime shku në dunjë. E për ahiret ai të menu. Ai të menu për shembull për ahiret çish kimi ndërtu atje. Çish kimi arrit shkallën, çish kimi thënë Allah për këtë çështje. Kjo menim. Kjo menim. Djetarët kanë pas zakon që munal diku me qësh edhe me mendu për ahiret duke hi përmes mendimit në xhenet. Përmes të menduarit. Ka mbyll syt ose ka hapur syt, s'e më rëndësi. Tash përmes të menduarit ka hyrë në xhenet. I ka pa begatit, mirësit e xhenetit të lezuara tek shpallja. I ka thonë vetës, a do me i këtu? Duhet me i këtu. Atë që pra puna. Që pra pëndau. Që pra pun mira. Që ka të menduarit për ahet ku e ka shpini besimtar. Ndaj, mendon për dunja, pa tjetër. Mendon për shambull edhe për fëmijët, por jo në mirë të pruar. Nësë ai që të ka furnizu ty, i furnizon fëmijët e tu. I furnizon fëmijët e tu. Pa tjetër. Dhe njerëz mbi ngarkohen me mendime për të punë caktuara, e tani pyetesh e ku është Zoti Allah? E ku është imani në Zot? E ku është imani në caktim të Allahut? E ku është imani? E sheh komplet jo funksional, pasiv në shumë proces të mendimit ton. Edhe humb balansi. Humb ekuilibri. Po na mendojmë për këtë dunjë, për rreziqet, tentojmë, po kjo është një zonë e të menduarit. Zona e të menduarit është Allahu. Është Zoti që na ruan. Një zonë e të menduarit është ahireti. Dhe besimtari në këtë zonë lëviz me balans preciz të balancuar përmes besimit, i cili i ka kompetencat dhe mundësit me mbajt mendjen të balancuar gjitha këto fusha dhe gjitha këto zona. Për të ashtu pejgamberi ka qenë suksesshëm, për shkak se në dunjë ka arrit me i nxjerr arabët dhe me unifiku që në perandori të fuqishme, shekuj që dhe që në dunjan. Dhe të përgëzuar me xhenet, që i ka përgëzuar pejgamberi në dunja me xhenet. Shumica nga ata kanë qenë milionerë në dunja, kanë mendu për biznese, kanë mendu për investime. Mirë po mendimi për investime, për biznes, asnjëherë si ka pengu me menu për xhenet. Andaj duke qenë dunja janë përgëzuar me xhenet. Çka mendim balansum? Mendimi balansum që kë? Jo, menove që investimeve që të ka harru me menu për namazin, i ka ik namazi. Së më karan me ne që të më falë. Për mena, ka harru me lezu Kur'an, ose nuk mena në fare për me lezu Kur'an. Ndaj kjo është mendimi i çakordum. Ne kërkojmë që imani të ndikon, e që të organizohet menduarit ton edhe në aspektin e qasjes e balansuar ka shi gjitha çështjeve në jetën tonë, edhe vetvetes, edhe individëve, por edhe botëve. Kësaj bote edhe ahiretit. Këtë balans e kërkon Allahu te bareke ve taala. Kur na fol për ahiretin, ahireti është baza, edhe aty është esenca, aty është qëllimi final. Wala tansa nasibaka min ad-dunya. Mir pas hisën që takon dunja mos e harro mos e lëanash. Kjo është mesatarja dhe ekuilibrimi që Islami e bën përmes besimit në mendjet besimtarit fillimisht, pastaj edhe në veprimet edhe në qëndrimet e tij. Çështja tjetër të ndërruam që do të më përmend këto tek aspekti i të menduarit, çysh e ndikon besimi, domethënë të menduarit, është se e mëson njeriu besimi veç, besimi. E mëson njeriu me mendu brenda kufive njerëzor. Njeriu është i kufizuar. A ka kufi njeri? Ka kufi. Po fatkeqësisht jo rëndë ndodh që të menduarit e tjerë për të kufive. Njëri e din se ka kufi, ama mendon për të kufive. Qysh për shembull. Ne e dim se kena me vdek. Ama mendja e njeriu ka filluar me menu për mos me vdek, për përjetësi. Kjo është menduar jashtë mundësive tua. Vdekja është e pandalshme. Ose për shembull, njeriu mendon mbi bazën e njerive që i ka. Ku njerit krijojnë tek ai, formojnë tek ai percepcionin e caktuar, koncepte të caktuara. Prandaj ne e dim për shembull çka i bën me kon ëmbël. Se e kena shiu, kur thuhet kjo është pemë ëmbël, e dim. Se mendja tash i proceson
njorit edhe ka dhënë çka i bën me konamël. E hidhur e kështu me radhë. Mirë, po ka diçka që as e kena pa, as e kena shiju. Përpjekja me mendjen tonë me kuptuar është përpjekje jashtë kufeve. Për shembull, Allahu xhalla xhelalu. Allahu xhalla xhelalu thotë se shet gjithçka. Shet gjithçka. Tash na mundon menu e çysh Allahu shet gjithçka. Tash tu menu, s'mund me di çysh. Ti duhet me besu se ai shet gjithçka, me plot kuptimin e fjalës, gjithçka shet. Ati nuk e fshihet asgjë. Ama përpjekja që përmes mendjes me ditë çysh bën e pamundshme, nuk arrihet kurrë. Dhe shumë njerëz kanë deviju fatkeqësisht kur e kanë përdorur mendjen jashtë kufeve që i ka mendja, duke menduar se mendja është e pakufizuar. Shiko sa na mëshiron Allahu me këtë iman. Na mëson që të lodhemi e të angazhohemi në atë që është produktive, në atë që sjell rezultat, jo të bredhim në imagjinata tona me filozofi të pakuptimta, që në fundit janë humbje kohë dhe humbje jete, ku shumë nga ata që janë marrë me çështje të tilla, ku kanë tentuar me nxjerr mendjen nga kompetenca dhe nga binarët e saj, në fund të janë pendu. Janë pendu nga se përpjekja e tyre për të qartësuar gjërat duke dalë jashtë kufeve, ju ka sjellë veç më shumë paqartësi. Ju ka sjellë veç më shumë mjegulli, veç më shumë, jo qartësim, e jo kthjellje dhe këndellje. Ndaj kush mëson, që të mëna ti mëna për krimin e qive tokës. Mos mëna për krijuesin që është dokët. S'mundesh me ditë. Ndaj shejtani do me orientu mendjen atje ku s'ka produktivitet, atje ku s'ka rezultat, po ka mjegullina, ka frikë, ka pasiguri, që atje do me që mendjen. Nëse imani do me që mendjen ku ka siguri, ku i fort, i stabil, ku ka qartësim, ku ka sqarim, ku ka kuptim. Andaj kush e orienton mendjen tonë? Nëse imani e bën, atëre do të jetë edhe kjo pjesë e ndikimit të imanit në mendimin ton dhe në procesin e të menduarit ton, të nderuar vëllezër dhe motra. Gjithashtu pas kësaj mund të përmendni edhe një çështje më rëndësi që ka me të menduarit. Ne kalojmë në parathon ndryshme, në situata të këndshme të pakëndshme, të lehta të vështira kështu me radhë. Nga deri me situata kur kemi përshtypjen dhe mendojmë se nuk ka rrugdalje. Mendojmë se erdhi fundi. Mendojmë se nuk ka zgjidhje pas dëshpërimit, apo dikush fatkeqësisht mendon se nuk ka zgjidhje pas vetvrasjes. Kjo është mendje e cila realisht është e mirë, ka mbet e vetmuar, ka mbet e braktisur. Nësa mendja që e ka marë përsi për kujdesin për të imani, e organizon imani, jep imani udhëzimet e duhura kësaj mendje, është mendje që gjithmonë mendon mirë. Edhe kur është vështirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte në shpellë dhe Ebu Bekri tha, komta ta mi pakqyr, veç me shikujt e këmbët e tyre do ta shehin. Shikoj çfarë situate e vështirë, pejgamberi çfarë thonte? La tahzan, inna Allaha ma'ana. Mos u shqetëso, Allah është me neve. Çush mendon ti këtë situatë që është Allah me neve? Çush mendon? Kur besimtarët ishin të rrethuar nga aleanca e Kurejshve me fisët arabe që kishin ardhur me e shkatruar Medinën. Mi dhonë në fund misionit të pejgamberit alayhi salatu wasallam. Pejgamberi alayhi salatu wasallam në ato momente kritike, në ato momente të pashpresë, në kuptim të jashtëm, u jep të shpresë sahabeve dhe i premton të atyne, dali jo nga situata, po depërtim deri tek pallatet e Kisras së Persisë edhe Bizantit në Sham e në Rom. Romakëve atje në Sham, në Damask. U premton të pejgamberi. Dhe sahabët mendonin mendim pozitiv, që u jepte kuraja, u jepte forcë, siguri. Ndërsa munafikët, hipokritët, që imani kishin si përfaqësor, formal, sa për reklam, po jo në lokacionin e kërkuar, sikur se thamë në dersën e parë, në zemër, ata s'kishin iman në zemër, nuk ishte funksional. Ata sigurin që ofron të pejgamberi e shndrën në pasiguri. E thonin, po na premton pallatet e Kisras, e Bizantit kështu me radhë, e ne nuk po kemi mundësi një nevojë fiziologjike me krye si duhet. Po.
për shkak se ti menon të nevoja fiziologjike, që ashtu menon ti. Ama ata që kanë menuar ndryshe, kanë të kaluar këto dimensione. Kanë pa shkëndija të shpesë diku këtë të më larg. Ne të nderuar, imani na mëson të jemi pozitiv. Jo ti je i mashtruar, ja, e kuptojmë situatën, e kuptojmë rrezikun, e kuptojmë kërcënimin, e kuptojmë alarmin, këtë e kuptojmë. Bigjitha, përpjekemi, mundohemi, marrim masat, madje edhe më minimale të mundshme, me shpresën e vazhdueshme se Allahu ka më ndihmu. Pozitiv gjithmonë. Asë kush ka mësuar me nukso? Imani ka mësuar me nukso. Imani të mësuar me nukso. Imani të se Allah është me ty. Imani të se Allah po të shë. Imani të se Allah ka mundësi gjithçka me bo. Prandaj bindu në Allah dhe mbështetun te. Imani të mëson. Ne duhet me mësu, me menu përmes imanit në situata kritike, të vështira. Në ndodh me arpytje me thonë dikush më ka dek nona, baba. Normal, e kuptoj mërzin, e kumpertu vetë vdekjen e nanës, Allah më shiroft. Nuk është lehtë. Mallëngjimi për të shkon duke u shtuar dhe nuk zaventohet as basit me kurrgjë. Gjithmonë e sheh që vani i saj është i zbrast. Por jeta vazhdon. Shpesa është që takojmë në xhenet. Ama dikush më thon, më ka vdek nona, më ka vdek baba, më ka vdek burri, më ka vdek gruaja, më ka vdek fëmiu. Tash s'po sharsye për jetë, jeta jam s'ka kuptim. Çka është ky zhgënim? Çka është ky mendim kaq pesimist, kaq i errët? Ku është imani? E imani ndriçon jetën. Imani hap horizonte dhe shtigjet e perspektivës që ndoshta as në mend s'kan rrokur. Andaj duhet të ndriçohet besimi, duhet që besimi jon që është dritë ta ndriçon edhe mendjen tonë. Andaj mendja e dritur realisht janë ata që ndriçojnë nga mendja, nga besimi. Këta janë mendje driturit. Ata që shohin për të errësirës. Jo mendje dritur i ngulfatur nga errësira e epshit. S'ka mundësi me kon ky mendje dritur. E kanë ngulfat interesi personal dhe egoizmi. Dhe e fundit të ndëruar është se imani në mëson që të mendojmë për të vetës. E mëson me pas mendim kolektiv, shumë atë përse mendim personal. Mendon pasoja, po, kjo pun ka interes për mu, ama që ka ndu me komshion. Mendon për te kësaj besimtari. Nuk mendon veç me e siguru interes në ti, që ka ndodh për tjerët. Si kur se tha një nga arabët e hershëm, nga beduenet, ishte thatësie madhe dhe arriti me ujit tokën në formë caktuar. E tha, më sraf shi më u kur mas meje. Pse? Pse arra ti ujit? Muslimanës menon kështu. Si shumë shpeshere në për qytetet tona të ndëruar vëllezër dhe motra. Thosh, një me ajna në musliman. E ka zjeru oborën e ti, e ka mbyllë rrugën. Për shembull. E parkon kerrin, se ti s'mush me dojë për derës shtëpisë tonë, sa më rëndësi. E se më rëndësirë që unë kam gjithë parking. E qështu muslimanës menon? Muslimanës menon, para se me parku kerrin, a pengoj diken. Mos është zonë private që dikujt ja ka mëson parkingun. Qështu menon ai? Menon për tjetrin, jo veç për vetë vetën. Kush e ka mësuar që çdo musliman me menu? Kush e ka mësuar që menu? Imani. Prandaj këto janë 10 pika që i përmend të ndërruam nëse s'kum gabuar në ditje, që realisht ka tjera, po i kam përmbledh si dëshmi dhe tregues të ndikimit të imanit në mendjen e muslimanit. Don imani ndikon te muslimani kur është funksional dhe kur është i ndërtuar si duhet. Kur është i ndërtuar si duhet dhe është funksional, ndikon te mendja e besimtarit. E organizon, e orienton dhe e ruan e kujdes për te. Me shembull që i përmena më herët nga referenca, që e cakton referencë e deri te mendimi për te interesit vetanak. Kjo është pjesa e dytë. Një pauzë të shkurtër edhe rikthehemi pjesën e fundit të këtij seminari. Shpresoj që të vazhdojmë timi së bashku, Zoti ju ruaj.